Lim Hoti ka ndarë një përvojë të pazakontë dhe të dhimbshme, duke zbuluar detaje nga incidentet e tij të dhunshme jashtë shtëpisë, ajo që filloi si një bisedë e zakonshme me Benitën. U shndërrua në një rrëfim të thellë mbi përballjet e tij me dhunën. Gjatë këtij takimi, Limi ka folur hapur për përleshjet e tij, duke pranuar se është përfshirë në situata të dhunshme. Ai ka theksuar se këto ngjarje nuk janë thjesht incidente të rastit, por një pjesë e jetës së tij që e ka formuar si individ. Benita, me interes të madh, e ka pyetur: "A të kanë rrahur, apo i ke rrahur gjithmonë?" Kjo pyetje ka nxjerrë në pa një aspekt të rëndësishëm të karakterit të Lim Hotit, i cili duket se nuk ka frikë të flasë për përvojat e tij të vështira. "Më kanë rrahur, e i kam rrahur, mendon se i tutem dikujt, kur në botë", ka qenë përgjigjja e tij e guximshme. Këto fjalë tregojnë një qëndrim të fortë dhe një ndjenjë të thellë të krenarisë për të kaluarën e tij. Një video e fundit që qarkullon në rrjetet sociale ka nxjerrë në pa një incident të dhunshëm, ku Limi shihet duke u rrahur nga disa persona në mes të rrugës. Kjo skenë ka shkaktuar reagime të shumta dhe ka ngritur pyetje mbi sigurinë e tij dhe arsyet e këtyre përleshjeve. Për më tepër, pretendimet se Finemi, një personazh i njohur, qëndron pas këtij sulmi, kanë shtuar tensionin. Dëmtimi i rënd që Limi ka pësuar, duke përfshirë thyrjen e njerëz këm, ka bërë që ky incident të jetë më shumë se një thjesht një përballje fizike, ndërsa ngjarjet e tilla janë të zakonshme në jetën e disa individëve. Historia e Lim Hotit na bën të reflektojmë mbi natyrën e dhunës dhe pasojat e saj. Çfarë ndihmash janë të nevojshme për ata që përballen me situata të tilla? Kjo është një pyetje që kërkon një përgjigje të thellë dhe të kujdesshme. Me këtë rrëfim, Lim Hoti na fton të mendojmë për sfidat e tij dhe për mënyrën se si ai i përballon ato. A është ai një shembull i forcës, apo një person që ka nevojë për ndihmë?